Si ka thënë Imam Ahmedi rahimahullah, kur e kanë pyetur cili është grupi i shpëtuar, ka thënë Imam Usuna rahimahullah, nëse nuk janë ahlul hadith, ata s'di kush mundet me qenë. Këtu thotë Sheikhul Sheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah, çfarë kuptim ka kjo ahlul hadith këtu? A janë ata ahlul hadith për qëllim këtu në këtë pjesë ata që i memorizojnë hadithet vetëm, ose a janë ata që merren me terminologjinë e hadithit, aspekti i sinxhirit e kështu me radh, ose janë një kuptim tjetër që është më i gjerë? Është kuptim tjetër që është më i gjerë. Janë ata, thotë Sheikh Abdullah al-Bukhari, ahlul hadith, që e kanë njoh sunnetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e kanë njoh, e kanë kuptu dhe e ndjekin. Këta janë ahlul hadith, haqqan wa sidqan. Ahlul hadith, ata që e kanë njoh rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e kanë kuptu dhe e ndjekin. Se ka mundësi dikush mundet me ardh me i ditë të gjitha librat e hadithit përmendsh, me të ketë memorizu. Ai s'ka kuptim hiç, as pasim, as një farë shenjë ndoshta nuk duket në pamjen e tij të dukshme që është ndjekës së sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ka njerëz në anën tjetër që e angazhojnë veten e tyre me terminologjinë e hadithit, që s'kan lidhje domethënë me zbatimin e haditheve. Por këtu ahlul hadith janë domethënë njerëzit e sunetit që e kanë kuptu edhe që e zbatojnë. Ata janë domethënë ahlul hadith.